Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Bricjapit, të bëj një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është busulla. Dhe kjo flet shumë. Kjo letër flet për shpresë, orientim, inspirim dhe drejtim të mbrëmshëm. Është si një dritë që ndriçon në errësirë, një sinjal se je në rrugën e dur të dashur Bricjapër, ose të paktën afër saj. Mund të jetë një ide që të frymëzon, një ndjenjë mirë që të udhëheqë, apo një qëllim i thellë që se ke harruar edhe pse jeta të ka shpërqendruar. Të përkujton që ke një yll udhërrëfyes, një qëllim, një vizion ose një ëndër që të ndihmon të ecësh përpara. Edhe nëse rruga është e mjergullt, intuita jote e di kahjen. Ke busullën në dorë, mjafton të dëgjosh. Mund të jetë një sinjal për një moment frymëzimi, për një ide të mirë, ose për një shpresë që rikthehet pas një periudhe pa sigurie të dashur Bricjapër. Po ashtu mund të tregoj udhëheqje, nga që je dritë për të tjerët, edhe kur vetë si e gjithmonë i vetëdijshëm për këtë. Letra të kujton që s'duhet kurrë humbur busullën tënde të mbrëmshme. Të jesh idealist nuk është dobësi, është aftësi për të mbajtur gjallë vizionin edhe kur realiteti të provon. Shpresa dhe orientimi nuk janë gjithmonë të qarta, por kur beson në dritën e mbrëmshme, rruga hapet vetë. Ylli yt nuk ndriçon gjithmonë me zë të lartë të dashur Bricjapër, ndonjëherë është thjesht një ndjenjë e butë në bark, një ide që nuk të lë rehat, një ëndër që se harrove dot. Mbaje gjallë, është ajo që të çon drejt vetes dhe drejt rrugës që ti ke qëllim.